Përshëndetje, më quajnë Ylvana Mamutaj. Jam nga Patosi, jetoj në Durrës. Kam 2 vjet që jam kthyer nga jashtëtetit, 5 vite në Itali, 4 vjet e gjysmë në Zvicër. Kam 2 vite që jam kthyer këtu për të vetëm arsye sepse dua me shpirt vendin tim dhe doja që fëmijët e mi të studiojnë, të mësojnë edhe të ndiejnë shqip. Kjo protestë është gjëja më e bukur që na ka ndodhur. Jam këtu po protestoj me gjithë shpirtin tim për të vetmen arsye se atë që ne pushtuesit nuk na e kanë marrë dot për 500 apo 1000 vjet, sot po jepen me një thirrëm, gjë që mua kjo më tërbon, jo më inatos, po më tërbon me një inat shumë të madh dhe një dhimbje shumë të madhe për vendin tim. E dua Shqipërinë jashtëzakonisht shumë. I du shqiptarët e mi jashtëzakonisht shumë. I bëj thirrje të gjithëve, e janë këtu të gjithë. Nëse keni sado pak dashuri për fëmijën tuaj, për Shqipërinë, e janë këtu, nuk ju kushton asnjë gjë, lërini ato drejt kafe se do pijen kafe, pastaj do festojmë me shampanjë më vëlla. Nuk di me çfarë të duam, neve do festojmë. Mjaft që këtë qeveri të qelbur, të korruptuar, tradhtari, se këta janë armiqtë tanë, neve ta rrëzojmë. Të bashkuar bëjmë shumë, po shumë akoma dhe më shumë. Ju lutem keni besim, vetëm besim. Dhe ata që ju thonë që jo nuk ka për të ndodhur, bëjni blog. Mami, babi, motra, vllai, kushdo, burri, gruaja, bëjni blog, vëlla. Mos dëgjoni njeri. Mos dëgjoni njeri. Unë këtë gjë kam bërë ditë tani. I kam bërë blog të gjithëve. Ja ku jam me çantën këtu, i kam futur sa rroba. Protesta zgjat 24 orë. Jeni të mirëpritur të rinë këtu në shesh të burrave, edhe në shesh të grave, sepse s'ka më sot, burra, gra, jemi të gjithë një, dhe le ta shëmbim këtë qeveri sa më shpejt jetë e mundur. Faleminderit.